Sokol Brahaj, kolegu nga Turqia, në këtë moment do të na bëjë një rezume të shkurtër sa i takon asaj që po ndodh në Iran, rindezjes së këtij konflikti që duket sikur ishte në tentativa edhe për të qetësuar, por shohim që edhe Amerika tashmë është krah Izraelit për situatën e tensionuar në Iran. Sokol, faleminderit që je me na. Është kënaqësi, Alba. A duket se janë lëvizjet e fundit të SBA së bashku me Izraelin për të rrëzuar një regjim që duket sikur edhe istisi edhe ndikoj që qytetarët të reagonin për të shembur një regjim dhe për të sjell një regjim base të kontrolluar apo një demokraci ndryshe në një vend që aq shumë ka insistuar për ta patur? Alba, në fakt, në lindjen e mesme të bëjmë fjalë për demokraci, dhe shumë për të dëshiruar që nga Izraeli që më gjoja është vendi më modern të drejtave të njerëzve të tjera. Në lindjen e mesme për fjalë demokraci është thjesht në letërsi, dhe as nuk bëhet fjalë që ata popujt atje ta kenë jetuar ndonjëherë të paktën në shekullit e fundit apo të duket në të ardhmen që do ta jetojnë. Këta janë totalisht në fraza të bukura për të justifikuar ndërhyrjet dhe interesat gjeostrategjik të Amerikës, po ashtu edhe të Izraelit. Tashmë jemi në fakt në raundin e dytë, edhe pse dje ministri i jashtëm i Omanit, i cili shkoi ekspres me një post shumë të shpejtë në Washington, dhe tha që Irani tashmë u dorëzua, nuk do të bëj asnjëherë në jetën e tij, nuk do të bëj, domethënë nuk do të pasurojë uranium, nuk do të ketë armë nukleare, por gjithsesi në orët e para mëngjesit me të Amerikës para 3 orëve, Izraeli ashtu fiks sikur pa ndodhur edhe në qershorin e kaluar, Alba që bëjnë ndërhyrjen, dhe tani se sa rezultate kemi, sa janë informacionet e vërteta, me të vërtet që le shumë për të dëshiruar, për të paktën fjalimi i Trumpit që ka lexuar me pike me presje pa hapur, pa treguar syt përpara kamerave, dhe duket zënë letër si një kalamaj i klasës së 5 ose të klasës së 4, e lexoja deklaratën që ja kanë shkruajt atë, dhe pastaj filloi edhe Amerika bombardimet. Normalisht është fillimi i informacionit, do të kemi dyshim normalisht në të gjitha llojet e informacionit, por tani për tani thuhet, pra ka informacione që shumë njerëz të lartë, qoftë gardës revolucionare, por qoftë edhe politikanë që nga ministri i jashtëm dhe disa të tjerë kanë vdekur nga sulmet e Izraelit. Gjithsesi këto janë lajme që vijnë nga rajoni në telegramet e pa zyrtarizuara, por në fakt se ka vetëm pak kohë që ka ndodhur ky sulm, ndërkohë që është njoftuar dhe artikuluar që do të ketë dhe pasulme të tjera në një kohë që duket se duhet të çojnë atë, më themi, gjithë artikulimin dhe retorikën politike që ka patur Donald Trump dhe Netanyahu, që ka patur dhe një reagim pak minuta më parë sa i takon situatës në Iran dhe, më themi, gjithë sulmeve që kanë ndodhur deri në momentin që ne flasim. A mund të bëjmë një krahasim të kësaj situate që ndodhet në mënyrë permanente, ku Izraeli godet Iranin, apo e kundërta që ka ndodhur pak muaj më parë, me atë që ndodh mes Indisë dhe Pakistanit? Kemi një luftë të gjatë, një luftë, më themi, të vjetër, por që shpesh herë rindizet. Është e ngjashme apo flasim për situata apo natyra luftrash dhe konfliktesh distante, të ndryshme? Jo, janë të ndryshme, Alba, por në fakt janë të brenda një zinxhiri shumë të madh, që ne ndoshta nuk e shohim me gjitha të rrotullin e zinxhirit që i bie përmbar globit. Me të vërtetë kjo është një praktikë, ndoshta mund ta themi, është praktikë e re edhe e historive të luftra apo edhe historisë të teknologjisë moderne, e cila tashmë i përshpejton apo i ndez luftrat edhe pas nevojë me dhënë urdhë një president, shtyp dikush një buton dhe mbaron fillon lufta, por ajo që duhet thënë, të duken sikur janë një hartim shumë i bukur, Alba, i cili janë totalisht jo thjesht për Iranin, se të gjitha municione, anjet aeroplanbajtësit e Amerikës që kanë ardhur në rajon, domethënë është sikur që ata janë shumë për Iranin, por edhe për Rusinë, domethënë janë shumë, por të thuash që janë për gjithë lindjen e largët, e cila ka domethënë një strategji, por ajo që le për të dëshiruar, nga që strategjia e Trumpit në vërtet është krejt një strategji, lëvizje, krejt moderne, e cila neve në nxjerr out në ato teori klasike të diplomacisë dhe të Kombeve të Bashkuara të tanishme, por gjithsesi në fakt të gjitha prononcimet e Trumpit, nëse e shohim, Alba, edhe pse Amerika akuzohet që
me gjoja këtë nuk i dhe janë kundra Kombeve të Bashkuara gjëra, çdo prononcim i Trumpit është totalisht në urë në ligjet ndërkombëtare, e cila gjendet një prefekt patjetër, por qoftë Afganistan, Pakistan, por qoftë tashmë domethënë Iran, Amerikë, Iran, Izrael lufta, këto janë një strategji shumë perfekte e cila do të arrijë qëllimin e tyre ku tashmë nuk duhet ta shohim vetëm thjesht Tel Aviv Teheran apo Washington Teheran Alba, por nëse shohim pavarësisht se siç thatë edhe pak më parë që janë orët e para, 2 orë ka është bërë start i kësaj lufte, por shohim Moskën dhe Pekinin me vërtet sikur janë hyrë në kacollet e tyre dhe por ruhet mos shkon Trumpi mi marrë dhe ato sikur e mori Madurën. Pra kemi një strategji e cila me të vërtetë edhe Amerika në këtë nuk përdor fjalën alat, pra tashmë nuk ka Anglinë apo nuk ka Gjermaninë, Francën apo të tjera që kemi pas në ndërhyrjet e tjera qoftë në Kosovë apo në Iraket e tjera. Kështu që duket që Amerika vetë si perandori modern i botës do të jetë i vetëm totalisht, kurse Izraeli me sa duket është një mash shumë e duhur për ato që nxjerr në rrugë përpara, vërtet nxjerr zërin, ulërimat atë, pastaj Amerika bën atë çfarë do vetë dhe të gjitha anët e tjera nuk kanë çfarë bën, paktën nuk kanë bëjë gjë natyse, e vetmja gjë që mund të ndryshojë tek kjo, pra ajo që u prit në fakt edhe këshorën e kaluar Alba, por nuk ndodhi asnjë gjë. Pritet që Irani me të vërtetë tashmë sepse është në fund është duke dhënë shpirt dhe do të bëjmë patjetër edhe regjimi, por edhe Irani si shtet do të bëjmë patjetër atë që duhet ta bëjë një shtet kur sulmohet dhe të paktën sipas prononcimeve zyrtare iraniane, qoftë nga lideri suprem Ayatollah Khamenei, por qoftë nga presidenti, ministri i punëve të jashtme, generalet e gardës revolucionare e të tjerë, thonë që po ne tashmë do të godasim Izraelin. Dhe nëse Izraeli pra nuk bëhet rrafsh me tokë Haifa dhe shumë aeroporti i Izraelit dhe shumë vendet e Izraelit, atëherë Irani është ai që me të vërtetë e parë edhe para 7 muajve Alba që është një luan me karton bilog. Mbetet për të parë, Sokol, se kjo është në qasje të ndryshme, kjo situatë e konfliktit aq më tepër kur shihet Irani, se kemi 2 situata, kemi atë që e ka në target SBA, që është çështja e prodhimit të asaj që ndodh në tokën e Iranit dhe që përbën një kërcenim për sigurinë amerikane në rast se vendos të godasë Irani, dhe nga ana tjetër kemi dhe rënien në një regjim aq shumë të kërkuar dhe nga vetë qytetarët atje. Tani, në momentin që ne flasim, po ja vetëm ta izauroj. Në momentin që ne flasim, ne kemi një shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme atje. Kemi një reagim nga Donald Trump që merr përsipër dhe pranin në këtë sulm së bashku me Izraelin. Kemi reagimin e Netanyahut që artikulon në formë të drejtë për drejtë se populli i goximshëm iranian të marrë në dorë fatin e tij, dhe kemi nga ana tjetër dhe një retorik që vjen nga reagimet në rrjetet sociale në Iran që presidenti i vendit është në gjendje të mirë, është i sigurt dhe nuk është se ka rrezik apo mund të ketë qenë ai shënjestër e këtij sulmi. Pra, janë këto elemente që ne duhet shohim një zonë konflikti të re dhe që mund të paralelizojmë base dhe me situatën e Ukrainë që konflikti do të vazhdojë, se këto lloj reagimesh janë kështu si të distancuara të gjitha. Meqense janë pak minuta që ka nisur e gjithë gjëja. Po patjetër, Alba është shumë e vështirë që të themi çfarë do bëhet në darkë dhe jo domethënë sa do zgjasë kjo, por ka shumë ndryshim nga lufta, nga pushtimi i Rusisë në Ukrainë, sepse siç ka thënë Putini është një operacion kirurgjikal, pra domethënë është një prapë që Amerika e fluti në qorë sokak Rusinë atje dhe tashmë pa dashur Amerika nuk e le. Dhe me atë luftë 4 vjeçare, domethënë tashmë dihet se të gjithë vendet ku është influencë Rusia që nga Amerika Latine, Amerika e Jugut, në mesdhe, në të gjitha vendet, domethënë pra, edhe në ish vendet e Bashkimit Sovjetik, pra që janë të gjitha dhe republikat, republikat të turke, e të tjera, të gjitha i humbi Rusia me këtë luftë që ka shkuar për të marrë që gjoja një operacion që po bën në Ukrainë. Pra kjo është një strategji aq e bukur për Amerikën, sadje edhe kurse kjo luftë e sotshme, kjo nuk mund ta krahasojmë me atë, normalisht që është geostrategjike dhe do të marrë në kontroll me patjetër të gjithë janë retorika shumë të bukur, qoftë Benjamin Netanyahu, qoftë të Trumpit, sepse siç dihet Alba, Benjamin Netanyahu kërkohet nga gjykata ndërkombëtare për krimet më njerëzore kundra njerëzimit që ka bërë duke vrarë edhe duke djegë të gjallë me qindra mijëra fëmijë dhe gra shtatzana. Kjo është tjetër se sa
e drejtë mund ta shkojmë për rëndësimet e Benjamin Netanyahu, por ajo që është që Irani a e ka forcën që të ketë, domethënë pasurimin e uraniumit të bëjmë armë bërthamore. Alba ka 39 vite, 49 vite, gati 50 vite, po bën Alba që Irani ka vetëm llafe, pra asnjë gjë tjetër. Kjo duket, domethënë këtë që nëse do të ketë atëra deri në 24 orë apo 48 orët e ardhshme të ta shohim se Irani është apo nuk është ai që në thojza thuhet që gjëja është i fortë. Kurse për rëndësimet e Amerikës, po, Amerika tashmë ka bërë shumë të qartë Trumpi që me ardhjen e tij me tarifat doganore, siç ishte Maduro në vende të tjera, edhe kjo është domethënë që unë jam i vetëm dhe nuk pyes askën, dhe nëse i shohim për shembull referim me për rëndësimet që tashmë ka 3-4 orë që ka filluar, por nga Bashkimi Evropian Alba nuk kemi asnjë prononcim ende, nuk kemi asnjë gjë, pra nuk është askush që të dali kundër Amerikës dhe kjo është pranuar nga të gjithë dhe Amerika tashmë po bëhet e vetme. A do të kemi një prononcim nga Kina dhe nga Rusia? Kjo është shumë interesante, por edhe bëhet edhe pyetje në mëparshme Alba që lufta Pakistan-Afganistan është e lidhur edhe direkt me Kinën dhe me Rusinë. Pra kanë futur edhe një bombë, një tymosje, domethënë në bahçen e Rusisë, dhe ashtu përpara se fillua me Iranin, dhe tashmë duket që Irani nëse me të vërtet ato që thot lideri suprem Ayatollah, që kjo lë shumë për të dëshiruar që ka njësë të kishtë diçka të bënte, atëhera do të bëjë diçka. Nëse nuk bën diçka, e të gjitha qëllimet e Amerikës, pa të gjithë atë ngjërin persik, të gjithë petrolin, të gjithë gjërat mineralet domethënë ato të pasuritë e mineraleve të Iranit do të kalojnë në Amerikë, sikur kaluan nga Venezuela, qoftë me luftë apo pa luftë. Dhe këtu Izraeli ka rolin e vet kryesor, e cila gjoja kam në goditje nga Izraeli, do më eliminoj mua, por në fakt edhe në botë kuptimin apo në mendimin teologjik të liderit shi dhe të shive, pra të liderit Ayatollah Khamenei, është shejtani i madh, pra dreqi i madh, është Amerika dhe i vogël është Izraeli. Pra edhe duken sikur tallen me popullin e vetes, kurse më falni Alba, kurse nëse e shohim nga ana e demokracisë së një popullit, ku ne kemi jetuar shumë mirë dhe më kujtohet shumë mirë se kam qenë edhe një moshë kur ka ikë komunizmi, po Irani është një ndër diktaturat më të forta dhe më të gjata dhe më gjaktirëse në këtë botë, si Korea e Veriut ndoshta jo, por në atë grad dhe ne ende, domethënë para një muaji që kanë bërë protestat, apo bërë 45 ditë që kanë bërë protestat, ne nuk e dimë, pra as vetë Irani nuk e di se sa mira njerëz janë eliminuar nga garda revolucionare e sistemit të Ayatollah Khamenei. E gjartë Sokol, ndërkohë vetëm pak minuta më parë ka ardhur dhe reagimi Netanyahu që duket se tek armët dhe tek prodhimet nukleare ka fokusi, por ndërkohë në fund të fjalës së tij dhe ju kërkon qytetarëve që të qëndrojnë së bashku dhe qëndrojnë të fortë në një, mund të themi, situatë brendshme në Izrael që ju jep edhe kurajë që asgjë s'do të ndodhë, apo që nuk do të ketë një lloj kundërpërgjigje që mund të vijë nga Teherani zyrtar. Sokol, faleminderit shumë për kohën, për këtë ngjarje të minutave të fundit që je gjithmonë në Euronews. Faleminderit. Gjithashtu për mua është kënaqësi, Alba. Faleminderit.